لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Falenderojmë Allahun krijuesin e plotfuqishëm. Dërgojmë salavat e përshëndetje mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi krejt ummetin besimtarët musliman që e pasojnë këtë rrugë me dashuri, me vullnet, e bitje, sinqeritet dhe në frymën e fundit të jetës së tyre në këtë botë, sa të kanë njerëz deri në ditën e Kiametit. Të nderuar besimtarë, është një thënie shumë e saktë dhe shumë me vend, që thuhet men arafa nafsahu arafa rabbahu. Ai i cili njeh vetveten e njeh edhe Zotin e vet. Është një pyetje që secili njeri ja bën vetes, ose është një pyetje që mund të thotë dikush, çka është njeriu? Çka jetë njeriu? Kush jetë njeriu? Edhe nëse ti e di pozitën tonë, edhe nëse ti e di vëmendjen tonë, edhe nëse ti e di rolin tonë, atëherë më të vërtetë e njeh edhe Zotin tonë. Sepse për një realitetin tonë, kush je, çka je, ka ka pse ka. Padyshim se kjo krejt çon të Zotit. Njeriu duhet ta di se ajo është krijesa numër 1 e Allahut subhanahu wa taala. E ka dhënë autoritetin më të lartë. E ka dhënë gradën më të tepër. Edhe tash mund të vinë pyetja. Pse? Pse Zoti njeriu e çiti të parë? Për gjitha krijesave që ndoshta ka plot krijesa tjera që shumë më të fuqishme se njeriu. Shumë më të mëdha se njeriu. Mirë, po pse Allah subhanahu wa taala e vendosi njeriu në gradën e parë? Ja dha pozitën më të lartë. Ka sa Allah subhanahu wa taala që në Kur'an, ayet al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ka sa Allah kur ne ja afrojmë amanetin, çështën e Islamit, bartin e tij, mbajtjen e Islamit, praktikimin e tij, edhe më thonë ja dorëzu Zotit që ta ka dhënë Zoti ty atë Islam, ja afrojmë këtë amanet qielle, ja afrojmë tokës, ja afrojmë maleve, kodrave, e refuzuan. Ju ja vështirë me bëjt këtë amanet, si rom kjo amanet, e refuzuan. Wa hamalaha al-insan, e mori njeriu dhe e barte. Prandaj dhe Allahu e vendosi në gradën e parë, një krijesë ka që vogël, ka që dopt e mori përsipër emanetën e Allahut me e majtë dhe me e rujt. Prandaj dhe ne sot kemi përgjegjësi që këtë emanet me rujt që duhet. Me zbatu në jetë që duhet, ka se vetë kemi marrë përgjegjësi. E për shkak të kësaj përgjegjësie që e mori njeriu, me rujt emanetën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë Zoti gjitha këto krijesa tjera, duke përfshirë qiellin dhe tokën edhe gjithçka që ka në tokë, i bënë që të mbështrohet krijesës njeriu. Prandaj do thotë ajeti Kur'anor, "Wasakhkhara lakum ma fi s-samawati wal-ardi jami'an minhu." Dhe ja mbështroi juve. I bënë për që krijet qiellin dhe toka, dhe gjithçka që gjendet në tokë ju shërby juve, pa më shërby njeriu. Po ky mbështrim i këtyre krijesave të tjera është një mirënjohje ndaj nesh. Zoti na ngriti, na dha privilegj, na besnikëroi, na nderoi, na dha epitete të larta. Këtë në shtrim sala gjithçka, ku jemi në krahasim me tokën? Jemi shumë pa fuqishëm. Krahasim me qiellin, krahasim me kodrat, jemi shumë pa fuqishëm. Me pa Allah këtë i bone që na shërbejnë. E me shajt falënderimi për hir të sala se Zoti na dha besnikëroi, na nderoi me këtë në shtrim ty në krijesave. Na duhet të beso Allah. Se kjo Zot është një krejt, ty me të nështru, duhet me besu Allah. Se ka njeru, ka dhënë autoritet, ka dhënë pozit. Po ashtu, për shkak të nështrimi që i bën Zoti ty në krijesave tjera për ty, dhe falenderoj Allahun e madhreshëm. Pra duhet besoj dhe falenderoj Zotin për këtë epitet që na dha.
krijesa nuk më njen para gjitha krijesave të tjera. Sepse dhe Allah thotë në Kur'an, se do të që kur e realizojmë kushtin e besimit dhe të falënderimit, me besu Allah dhe me falëndëru Allahun, atëre e kemi realizu dhe qëllimi pse në ekzistojmë. Kemi arrit qëllimi pse Zoti na krijoi neve. Përndryshe, nëse nuk e plotësojmë këtë, atëherë vjen edhe dënimi i Allahut. Ka se Zoti thotë në Kur'an, "O ma yafalullahu bi adabikum in shakartum wa amantum." Pse ju dënu Zoti juve nëse ju falënderoni edhe nëse besoni. Pa nëse besoni, edhe nëse falënderoni, pse ju dënu juve? Nuk ka nevojë ju dënu. Po nëse ju vjen dënimi, sikur që po ndodh shpesh, po përsëritet shpesh edhe dënimi, atëherë dijeni se diçka e keni shërrëgullu çështën e falënderimit dhe çështën e besimit. Keni johat, keni dalë për basave, atëherë vjen edhe shërrëgullimi, edhe vjen edhe dëshkimi nga ana e të madhe të saj. Na dim shumë mirë se edhe në shkollë, kur nxënësa mësojnë, edhe studentët edhe në fakultete, edhe çastëtinë edhe ligjërata dhe të ndryshme, e kuptojmë se kjo botë, kjo gjësi, ka lloj trup bashkë që gjindën ata. Ka krijesa ndryshme që gjindën. Ka sane të burta, ka sane që quhen bimë, ka sane që quhen kafshë, ka sane që quhen njerëz. Këto objekte që gjindën natyrë. Sane të burta janë sane që kanë peshë, kanë formë, edhe zonë hapësirë domthonjë të botë. Sa bimet janë ato sane që kanë peshë, kanë formë, edhe zhvillohen, rriten. Kafshë, edhe ato kanë peshë, kanë formë, zhvillohen, rriten, po edhe lvizin. Ka secili sana pishën, ka vlera më shumë se tjetri. Sana i burtë nuk zhvillohet, nuk lviz. Bima zhvillohet, por nuk lviz. Kafsha zhvillohet, por lviz, më shumë se sa bima. Edhe vjen njeriu, krijesë e cila zën vend hapësirë, ka peshë, ka formë, zhvillohet, rritet, edhe lviz, po ka diçka më shumë se gjitha këto krijesa tjera, ajo është fuqia mendore. Kapaciteti tina me logjiku, me mendu dhe me përcetu sa, është që e dallon për gjitha krijesat tjera, për atë arsye dhe Allah me gradën e parë. E ka një klarë. E ky, me këtë kapacitet mendor, me këtë fuqi të mendjes, e kupton kush është ky njeri. Kush janë? Ka erdha, pse erdha. E kupton në realitetin e kësaj gjëllësie. E kupton në rolin e vet në këtë plan apo këtë dynja, në jetën e kësaj bote, për atë arsye, edhe më në fund e kupton qëllimin se është i ardhur në këtë botë me adhuru Allahun që edhe Zoti në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë e gjithë dhe njerëzit ty më kriju për që të zemë me adhuru Zotin. Me besu Allahun, me adhuru Allah dhe me respektue fjallën e tij, ligjin e tij, programin e tij, komplet jetën e tij. Komplet jetën e tij. Pra kuptum se qëllimi yt në këtë botë, o vllai dashur, o ti njeri nderuar, i fistikruar, edhe i ngritur lart, dhe i krijesa më e lartë të Zotit, krahasim me krijesa të tjera, është adhurimi ndaj Zotit. Për këtë e kemi gradën më të lartë. Edhe nuk guxojmë të devijojmë nga ky qëllim. Marrëm një shembull, sa do ku praktikë i qufit me për shkolla jashtë vendit. Në shkolla të larta, të mira, si të me qumë pares, në Sorbonne atje, në universitetin me famshëm, me studiu, djali jonë edhe atje. Pra tonë e dirë se qëllimi shkollës se tina është me studiu, me arrit grada shkencore dhe më këthy vend, me shërbi këti vend. Por qëllimi final i ti është atje. Po qka nëse aj nuk studian po bëdhe qka tjetër, ka deviju nga qëllimi. Po qka është? Në të dështën, sigurisht që dështën. Kjo është një shabë dhe jetës asana në dynja. Po që është të adhurimi, subhanallah. Pa të se cilë për nërë, duhet me di se qëllimi kryesor, i ardhës dhe existencës sonë këtë botë është adhurimi, i badetit dhe Zotit të madreshëm. Por jo i badetit që shpomenam dikush, se në këtu po botë edhe një këtë që interpretim shpesh herë dhe muslimat. Subhanallah. Po mendoj se i badet është vetëm i falë namazën, vetëm me agjeru, vetëm me rrosë se qatë dhe me shkur haqë, edhe posible të spindorë ka të cilësh. Që ka që mendoj që e feja? Jo, vësni. Kjo është pjesë e pjesë, to që u përmenë, një obligime, por feja është ma shumë se kaqë. Adhurimi dhe Zotit të madh është ma shumë se kaqë. Përveç tyne,
adhurim ndaj Zotit është me ju përmbajt programit Allahut. Programi i cili i ka 500.000 ose gjys milioni paragrafe dhe nene. Paragrafe dhe nene, si kushtetuta, kjo është kushtetuta, programi Allahut. Ka 500.000 paragrafe të cilat ta rregullojnë jetën ty në çdo sferë, duke ja përdu prej vetës, familje tone, me raportet me zbashorëve, prind, fëmijë, prind, vlla, me këshillit të tafë, edukimin e fëmijëve, ta rregullojnë jetën se çish po veshë, çka me hangër, çka me pi, çish me hangër, çish me pi. Këto paragrafe që përfshihen programin e Allahut. Kompletitetin tonë. Deri edhe marrëdhënie ndërkombëtare me shtetet të ndryshme. Të përfshihen programin e Allahut, e që kjo është ibadet. Vetë jeta jonë është fe. Vetë jeta jonë është ibadet. E jo të disa minuta, por komplet jeta jote. Këtë formë duhet ta kuptojmë jetën programin. Në ndaj të regon raportet tona se qështë mësirë me të fortë, qështë mësirë me të doptin, me fokaran, me pasanikën, me të afër, me të lakën, me të njëshën, me të panjëshën, me të gjitha to e rëndëvan që kjo program që përfshin që talë gjysë milionit paragrafët dhe nene të ndryshme, e nësi përvar ti, atër e kemi realizuar ibadetin qëllimin për cilin dhe vonë. Pse ne bojmë tonë? Pse do t'i përvojmë ti programin? Ka se që kjo program është udhëzues nga krijuesi për atë krijesën e vetë. Ose me shprehje pak më ndryshe. Njeriu është një aparat i përsosur. Tash në botën e teknologjisë po dolen mjete të ndryshme, të sofistikuara, aparate të ndryshme moderne, shumë vështirë. Po secili aparat e ka një udhëzim. Për atë eksperti që e ka zbuluar dhe ka prodhuar, çish duhet të përdor, cilat janë funksionet e tij, çish mund të shfrytëzojë. Nëse nuk e di të udhëzime se çish shfrytëzon aparat ai i pa vlerë, se s'dim çish mi përdor. Po kur e merr udhëzimin, edhe ti çish përdor, edhe çish shfrytëzohet, edhe ti funksionet tjetër për çfarë shërben ai, atëra ja shërbëjnë se përfitojnë atë me ti. Edhe njeriu është aparat i tillë, aparati më i përsosur që ekziston. Dhe Zoti është krijuesi, e Zoti na çaj udhëzimin se çka ka aparat çka mund të bëjë. Edhe çka është roli i këtij aparati? Pra aparati quhet njeriu. Në Allah udhëzimin shumë qartë në njeriu. Çu do të funksionojë ky njeriu? Për çka shërben ky njeriu? Për çka do të punojë ky njeriu? Kona do të shërbëj ky njeri, pse ka ardhur, pse u shpik ky njeri, pse ka ardhur, u kriju ky njeri. Këtë sanë nga Allah subhanahu wa taala, edhe shtu do rajë kuranor, wala yunabbiuka mithlu khabir. Kur kushtojmë më mirë, më saktë, më drejt, thuhet me Allah se sa eksperti për disa. Po Zoti është eksperti kryesor që ka njeriu. Ai ka dhënë më së miri çka është e mirë dhe e keqe për njeriu, çka duhet me bëj dhe çka s'duhet me bëj, çu duhet të sjellë me këto me ato, me gjithë ato në raport që përfshin programin e Allah subhanahu wa taala. A shumë e vërtetë se na krejt njerëzit, tu përfshit tash 7 miliardë njerëz ka bota sa. Ton po përpiqeni me siguruar një mirëqenie të mirë, edhe materiale dhe shpirtërore. Materiale me pas një shtëpi, me pas një vend, me një qetë, rahat, shpirtërore, gjendje shëndetësore, këto tonë po mundohen në qëtë aspekt për siguru një jetë qetë vetë vetës. Pavarësisht besimeve dhe kulturave që i ka. Vllai dashur, mirëqenia jote, si figurë fizike, po edhe aspekte shpirtërore, mentale, gjithë ato është përbajtja jote nëse që të rrugën e drejtë. Ka se rruga e Zotit, të cilës ti përbohesh, ta siguron mirëqenien tonë fizike, një shëndet të mirë, një rahati fizike, edhe një ambient të mirë ku jeton, një vendbanim të mirë ku jeton, me një ambient të mirë familjar, një qetësi shpirtërore. Me përbajtje rrugës së drejtë, i ki siguruar në gjithë ato. Dole jashtë atij programi, as të një prej tyre nuk i ke të garantuara. Nuk i ke të garantuara. Nga se dhe sot edhe zbulimet të ndryshme shkencore po vërtetojnë se ambienti familjari, cili është i rregulluar mirë dhe i shëndosh, ndikon në uljen e smundjeve, problemeve të ndryshme psikike. Duke bërë eksperimente të ndryshme me familje të cilat jetojnë harmoni dhe me njerëzit që jetojnë pa familje dhe për institucione të ndryshme, anë se kushtet materiale andaj janë shumë të mira, por smundjet, presionet dhe stresit e madh për shkak se ana materiale nuk i zbavon ato, vetëm se i rrit. Por ambienti familjar e rregulluar mirë. E këto janë para të Islamit, edhe rruga e drejtë që duhet me bo. Prandaj, puna e
të Zotit të jep rahmetin që të shpejt. Wal amal salih wa yarfa'uhu. Allah thotë Kur'an vepra mirë e ngrit robën të Zotit. E një për atyre që elementeve që ne sot është për në vazhdu jeta jo që duhet është të edukimi i fëmijëve dhe i familjes që përname në frymën e shëndoshës tonë. Bo pasoni sa dush, arri autoritet sa dush, nën pozita pushtete sa dush, kurse ki djalë, familjen që duhet ti je njëri më i palumtur në botë, njëri më fatkeq në botë. Prandaj duhet të edhe kësaj të kushtojmë për kujdes programit të asaj që ka thënë Zoti, për pas me rahati dhe qetësi, me realizimin e ibadetit sigurisht edhe qetësinë edhe të familje, edhe rahatin këtë rrugë. Çka është njeriu? Shpesh është bërë pyetje çka është njeriu? Është e vërtetë se njeriu jeton. Allahu sa ti ka njeriu që jeton e duhet të jetojë kohë. Padellë të jeton ka mund definime të ndryshme, me morë vetëm mendimin e Al-Hasan al-Basriut, që e definon njeriu në shtutë në fjalë shkurta. Njeriu është disa vete. Njeriu është një qenie që jeton disa vete. Sa ka një ditë ka shku një pjesë e njeriut. Kështu me rëtë njeriu. Njeriu është disa vete. Një ditë ka lërë shkoj një pjesë e njeriut. Shkoj një pjesë e ti. Prandaj, njeriu është kohë. Kapitali njeriut është koha. Koha, shpenzimi i kohës dhe shfrytëzimi i tij është bërë në dy llojesh. Shpenzim i konsumueshëm, që konsumohet, harxhohet, pa kur fat dobie, edhe shpenzim që është produktiv dhe ka përfitime prej tij. Shpenzim i konsumueshëm, i pa kur fat dobie është që po bësh shumica e njerëzve në botë. Han, pin, flajnë, rrinë, punojnë, vjen ditë e zanë dhe vdesin. Nuk din asë çka bënin, pse bënin, për çka jetojnë. Kjo është shpenzimi i kohës në atë formën pa kur farë dobie. Se diti qëllimi pse ka ardhur këtë botë, me realizuar finale pse Allah e krijoi dhe trupin këtë botë. Pra, jeton han bin rrin pa kur farë ideale dhe më në fund e zërbe pasi vdekja, shkon pa kur farë qëllimi, subhanallahu, dhe ai është në humbje tërësisht. Shpenzim i dobishëm frytëtanës dhe që i përfitojnë për tyre është kur njeriu ditë qëllimin edhe shfrytëzon kohën. Në realizimin e këtij programi që përmendëm herë, në adhurimin e Allahut me ato mundësitë që ka, atëherë njeriu ka shumë. Allah për atë Kur'an kur i përmend shumë herë surën Asr. Wal Asr, pa shkak kohën. Është vetëm hynor për që Allah po betohet kohën të rregullierë. Inna l-insana lafi khasr. Me të vërtetë njeriu është humbje. Ja, pse për njeriu në humbje për çka subhanallah. Kjo pyetje më njëherë që zënë në mundon. Njeriu është humbje, pa përjashtime të përmendën në jetën e parë. Humbje. Nëse të mërzitën, qysh në humbje, po pse na, po çka kemi bëna, pse më vonë humbje, pse më vonë shkatërru. Ila alladhina amanu. Atë na shtoj Zoti tash. Përveç atyre të cilët e besojnë e të përmbajtën programin të Allahut. Si po thjesht të marrë njëri me qetë në krysh. Pa ditë ku më shku veç. Veç ditë që atë, po qka me mu, po qka dush. Kur s'ka idea, s'ka program, s'ka udhëzim, s'ka informim, jetë në biti strukturyshin. Asë me shku djatë, asë të majtë, po nuk dina pëse me shku djatë, pëse me shku të majtë. Se s'ka ku farë idealin. E kështu që besimtari e ka idealin, ka qëllimin, adhurimin e Zotit. Edhe kur të qështë në krysh, e ti da me shku djatë asë majtë, se e ti për shka. Ka se ka udhëzimin nga Zoti që e mësan, do të më shumë këtë rrugë, këtë, edhe e veç ecë. Sa ma shpejt edhe ecë, sepse vitet edhe ditë kalojë. Fillon e hanja, buja, ejtja, remtja, shtunja, dhirja, po java. Java e pyte të rejtë e katër, po muji, po viti, po dekada, qka bani njeriu? Nëse e pyti kanë, i boni 40 jetë, qka bani me 40 jetë, justima, qa më nëshme do për 40 justit? Po 40 jetë kur zdite, po sot ka mete, o ma shumë dhe 20 jetë, ma shumë së nërmen, shumit e kohës të lejë, hadan së vedin ti, për çka? Po për pjesën tjetër, la ilahe illallah. Pra ne, njeriu duhet me shëndzuar këtë kohë, sepse për çdo sa, këna më morë pyetje. Fa u rabbike lanas'alannahum ajma'in. Ma shoh Zotin tënd dhe Muhammed në këtë kënë morë pyetje. Amma kanu ya'malun për gjitha ata që kanë bërë. Për çdo fjalë, për çdo sjellje, për çdo buçë ne sot e veprojmë dhe punojmë. Këna më morë pyetje për Allah subhanahu wa taala. Pa ne ta mirë kuptojmë shumë mirë dhe drejt qëllime. Jemi ardhur për me adhuru Zotin. Edhe ne bashkërisht, unë me gjithë ju e duhet punojmë intensivisht
që këtë program Zotit me realizuar maksimalisht. Sa të kena mundësi, edhe sa më mirë. Qohë në namaz, qohë në kuran, qohë në agjerim, qohë në seqat, qohë në kontributën, që shëpërmanim edhe më herët, në aktivitetet, sakrificat të ndryshme, gjithë pa fushat e jetës me realizu programin Allah që quhet ibadet, adorim dhe i Zotit të madh. Edhe mos më kursye kur shëpët qoftë edhe jetën tonë. Prandaj edhe në folë se thotë, po përmbyllëm sot, e vazhdojnë me pjesën tjetër javën që vjen, wal asr inna l-insana lafi khusr illa alladhina amanu. Pashakuar për të njeriu është në humbje dhe për jashtim të atyre të cilët besojnë. E lusëm Allahun e madhreshëm të na bëjë për atyre që vetë vërtet e besojnë sinqerisht këtë Zot, edhe vetë vërtet sinqerisht në plot shpirtin, në dashuri e vullnet i përmbanë programet e tij deri në fund të jetës sonë, ashtu që jetojnë musliman, vdesë musliman dhe të rregjohen ditën e gjykimit tonë për Allah në faqen e parë me iman edhe të problemin e xhenetit të tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور